Në Komisionin Parlamentar të Sigurisë u zhvillua një seancë e tensionuar ku deputeti demokrat Klevis Balliu akuzoi ashpër drejtorin e policisë së shtetit Ilir Proda, duke e cilësuar policinë në drejtimin e tij si vegël të krimit dhe mburoj të bandave. Balliu pretendon se policia është tashmë e kapur nga grupet kriminale, ndërsa shefi i policisë po vepron në mbrojtje të interesave të tyre jo të qytetarëve. Në qendër të përplasjeve ishte dosja e njohur Metamorfoza, të cilën Balliu ja tregoi Prodës në sallë, duke quajtur provën më të plotë se strukturat e policisë dekonspirojnë operacionet nga brenda dhe bashkëpunojnë me krimin e organizuar. Sipas tij, kjo dosje tregon qartë se policia është e infiltruar dhe se drejtuesit e saj nuk kanë vullnet për të luftuar bandat. Deputeti vijoi akuzat duke thënë se Proda mbron personat e botës së krimit dhe vepron vetëm ndaj qytetarëve të thjeshtë. Ai evidentoi se për një monopatin policia shfaqet me 4 furgon, ndërsa në raste serioze si vrasjet e fundit autorët largohen dhe zhdukin gjurmët brenda 90 minutave, duke konsideruar këtë tregues të degradimit total të rendit. Balliu ngriti shqetësime për mungesë të rezultateve në luftën kundër trafikut të drogës, duke theksuar se Durrësi nuk ka pas një gram kokainë në drejtimin e Prodës, ndërkohë që raportet ndërkombëtare flasin për rolin e Shqipërisë në këtë trafik. Madje ai përmendi edhe përfshirjen e kartelit meksikan Sinaloa, duke nënkuptuar rritjen e ndikimit të krimit ndërkombëtar në vend. Në vijim ai e cilësoi punën e policisë folklorike dhe qesharake, duke akuzuar se ndërkohë që policia merret me gjoba ndaj lokaleve, mafia kontrollon gjithçka dhe po i merr frymën shtetit. Seanca u karakterizua nga tonet ngritura e replikat forta. Drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda shmangu përgjigjet e drejtpërdrejta për shumicën e akuzave, duke rritur edhe më shumë tensionet në sallë.